Pas këtij lajmi, e sigurt që nuk do të hiqni me lëkurën e pulës. Shumë njerëz besojnë se konsumi i lëkurës së pulës rrit nivelin e kolesterolit, të presionit të gjakut dhe madje stimulon edhe sëmundjet e zemrës. Por sipas studimeve, ky është një mendim i gabuar. Mjekët thonë se lëkura e pulës na bën mirë. Sipas ekspertëve të shëndetit në Universitetin Harvardit, konsumi i moderuar i lëkurës së pulës jo vetëm që nuk dëmton shëndetin, po sjell edhe përfitime të shumta shëndetësore. Ulëntimet arritën në përfundimin se lëkura e pulës të bën mirë, por nuk tregohet sasia që duhet të konsumoni. Sipas tyre, një pjesë e vogël e mishit të cilët e konsumoni bashkë me lëkurë nuk do ju shkaktojë probleme nëse e keni gatuar vetë në shtëpi dhe e konsumoni në formën më të mirë. Por duhet të dini se teprimi me të mund të nxjisë edhe një sër faktorësh të organizmit. Ekspertët këshillojnë mishin e pulës si një nga zgjidhjet më të mira për të mbajtur trupin në formë dhe për të mos ndikuar gjithashtu në yndyrnat e trupit.